Kupa e Notit të Uta është një nga aktivitetet më të rëndësishme sportive që zhvillohet në qytetin e Durrësit. Ky kompeticion do të zhvillohet për 2 ditë në pishinën Taqdafa dhe do të mbledh rreth 500 notarë nga vende të ndryshme të botës. Pjesëmarrësit janë të moshave të ndryshme dhe do të garojnë në një sër disiplinash të notit. Aktiviteti organizohet nga Bashkia e Durrësit dhe klubi Shumë Sportësh të Uta me synimin për të promovuar sportin e notit dhe për të krijuar mundësi për shkëmbimin e përvojave me sportistëve nga vende të ndryshme. Pjesëmarrja rreth 500 notarëve nga shtetet të ndryshme e bën këtë aktivitet një nga ngjarjet më të rëndësishme të notit në rajon. Gjatë 2 ditëve të garave, sportistët do të kenë mundësi të tregojnë aftësinë e tyre sportive, të arrijnë rezultate të reja dhe të konkurrojnë në një atmosferë miqësore dhe profesionale. Është edicioni i 5 që ne zhvillojmë garat në këtë pishinë dhe sot, siç tha dhe spikeri, është një pjesëmarrje e jashtëzakonshme e sportistëve. Sportistët janë 300-320 sportistë që marrin pjesë, janë pothuajse nga një pjesë e mirë e Europës dhe gjithë Ballkani. Qyteti i Durrësit nuk është vetëm një qendër ndërkombëtare aktualisht për aktivitete kulturore, është ndërruar dhe në një qendër ndërkombëtare për aktivitete sportive. Ky aktivitet e fakton mjaft mirë këtë gjë dhe unë dua t'ju uroj sportistëve një garë të ndershme, duke krijuar ura miqësie ndërmjet popujve dhe duke kthyer këtë kampionat në një traditë të qytetit tonë për organizime vit mas viti. Ky është edicioni i 5 i Kupës të Uta që zhvillohet në Durrës. Është hera e parë në vendin tonë në Shqipëri që marrin pjesë ekipe të huaja me këtë pjesëmarrje. Marrin pjesë shtete si Maqedonia, Turqia, Slovenia, Italia, Kosova dhe Shqipëria normalisht. Pjesëmarrja ka kaluar diku të shifrat mbi 500 notarë, mbi 500 pjesëmarrës. Ky është një nga evenimentet më kryesore të notit në Shqipëri. Bateria i 6, Hera Qure Njëshki, Astra Bajanaj 2. Përveç aspektit sportiv, Kupa e Notit të Uta promovon vlerat e bashkëpunimit, respektit dhe miqësisë mes të rinjve dhe sportistëve nga kultura të ndryshme. Njëkohësisht, ky aktivitet kontribon në promovimin e Durrësit si një qytet me tradita sportive dhe si një destinacion të rëndësishëm për organizimin e veprimtarive ndërkombëtare.